Përshëndetje shikues të nderuar. Behxhet Paculli ka dhënë ndërheqje nga drejtimi i Aleancës Kosova e Re, parti kjo të cilën edhe e themeloi vet vite më parë drejtimin e saj, tani e ka marrë Vesel Makulli, me të cilin edhe do të flasim sot në studio për drejtimin që do të marrë kjo parti, edhe nëse zoti Paculli tashmë është tërheqë edhe nga politika apo do të qëndroj mbrapa udhëheqjes së re të themi të kësaj partie, ndërsa në pjesën e dytë të këtij emisioni do të flasim me kandidatin e Lidhjes Demokratike të Kosovës për Asamblenë Komunale të Prishtinës, zotin Shefqet Osmani, por së pari do t'ju njohim me lajmet e ditës. Ndërkohë shikues, jemi kthyer në studio për të vazhduar bisedën e paralajmëruar me Vesel Makullin, ushtruesi detyrës e presidentit të AKR-s. Zoti Makulli, mirë se erdhën në Info-do. Faleminderit, mirë se gjitha. A mund na jepni disa informacione themi kështu nga dora e parë se si erdhi deri tek largimi ose dorëheqja e zotit Paculli nga drejtimi i AKR-s? Për shkaqet e nevojave të tij private, familjare, se siç dihet familja është e shenjtë, edhe obligimet rreth jetës private janë ashtu të shenjtë, po them thjesht. Zoti Behxhet Paculli ka dhënë ndërheqjen nga drejtimi i AKR-s. Ai është në politikë, do të jetë në politikë, por duke analizuar situatën e cila na pret pas zgjedhjeve lokale, obligimet që i kemi me organizimin e zgjedhjeve partijake, të cilat janë të rregullta sipas statutit, sipas legjislaturës të KQZ-s, dhe obligimeve shumëta që na pret, ai më ka bërë mua kompetencat për me organizue të gjithë atë aktivitet që do të jetë në ndeg, i cili fillon pas zgjedhjeve lokale dhe do të përfundojë diku në pranverë të vitit të ardhshëm. Andaj në këtë kontekst është marrë ky veprim, por ai gjithmonë do të jetë Behxhet Paculli është krijuesi i AKR-s, edhe AKR-ja personifikohet me Behxhet Pacullin. Prandaj ai do të jetë sërish, si më thonë, një shtytësi kryesor i AKR-s, por nga një pozicion tjetër tash, ju nga ai udhëheqës. Ai do të jetë udhërrëfyesi ynë. Ai do të jetë ai ylli polar që do të na ndriçon rrugën ka më shkuar. Ai ka bosh shumë, ka kriju, kur thonë ka kriju atëherë më kuptohet krejt. Kështu që ai do të jetë gjithmonë, edhe sigurisht që në zgjedhjet e ardhshme president i AKR-s do të jetë prap Behxhet Paculli, edhe do të jetë detyrë, apo do të jetë do të bëhet edhe ndryshime, do të jetë afër me kryetarin i cili do të udhëheq de facto, pasi ai është ka shumë angazhime. Ato do të shifet gjatë zgjedhjeve dhe gjatë kuvendit të ardhshëm që do të marrin. Po, pra ju thoni që në zgjedhjet e ardhshme do të mund të bëhet edhe ndryshimi i statutit të partisë, ku do të mund të bëhet një lloj president nderi i AKR-s krahas kryetarit ose presidentit udhëheqës. Varet nëse zoti Behxhet Paculli ka mundësi prap me vazhduar aktivitetin, për shkak të thash obligime, ju e dini, ai është një biznesmen me përmasa botnore, një humanist e kreta të gjana. Nëse ka kohë për me udhëheq edhe partinë, ai prap do të vazhdojnë. Po mirë, po nëse jo, atëherë do të jetë president nderi, sigurisht, edhe të thash do të jetë udhërrëfyesi jon, edhe unë personalisht asnjë veprim nuk do ta marr pa koordinimin me to, edhe pa miratimin e tij. Pra ju thoni që ai nuk do të tërhiqet nga politika? Jo, unë nëse ai do të tërhiqet, unë jam për mos më tërhiq. Se kemi shumë nevojë, Kosova ka shumë nevojë, më të thënë drejtën, për personalitet si Behxhet Paculli, edhe kur të shkruhet historia reale bazë të fakteve, e këtyne viteve të lirisë, viteve të krijimit të shtetit, domos nga 2008 që këndej, kur i kena pas në ato situatat shumë të komplikume
në disa raste, kur nuk mu kemi formu qeveria, si kur tash është, Begjet Pacolli ka qenë qaj që e kanë nxjerrë për krizës Kosovën, edhe një farforme të e fliju vetën edhe AKR-ën. Se zakonisht poenat këtu të na merren me do folklorizma, me do jo me punë, me programe, po merren me glorifikime, me do folklorizma, jo nuk e gjithsesht gjithë liderët tonë, përjashtim Begjet Pacollin, nuk e kanë pas çdo herë, po them çdo herë, nuk e kanë pas interesin e shtetit para të gjithash. Na po shohim edhe sot, sikur të ishte interesi i shtetit para të gjithëve, para gjithë, sikur ajo thoni Ahmet Zogu që dhe u bite gjitha, nuk do ta kishme këtë situatë. Është penalizu AKR-ja dhe Begjet Pacolli në këtë rast? Shumë janë penalizu, shumë. Është ai viti 2017 kjo po, kur kishmi kur nuk mu kemu formu qeveria, kur na i dham 4 deputet tonë për me formu qeverin, pas të na kritikojshin ajo na e kundërt, po edhe mbrana partis kena marrë shumë kritika, edhe ajo ka qenë një farforme shkas kryesor që të na ra ai, si me thonë, rejtingu pak mbrana, se thash edhe i herë, këtu fatkeqësisht nuk po votohet partia e cila ka program, po votohet me të i shiqu çdo votues tash mos ta teproj, po shumica e votuesve pikëqyr interesin personal. Pasi jemi në një vend ku s'kem punësime, kem probleme shëndetësie, kem krejt, kështu që në këtë kontest nuk në shiqu programet tona, po në shiqu qka kush fiton prej qasaj vote. Kështu që kjo kontributi i Begjet Pacollit me siguri dikush kush ta shkruan, se historia jonë zakonisht u shkru me sajesa, po thëmë ma heret, tash fatmirësisht është tjetër kohë, fatmirësisht që nesër kur të shkruat historia, ky do ta ketë një vend posaçëm, edhe ka qenë presidenti i Kosovës, edhe aty e ka tregu veten me të gjitha ato virtytet që i ka, edhe që duhet me i pas një patriot racional, të thonë, jo folklorik. Po, ju jeni caktu udhëheqës deri në zgjedhjet e ardhshme. Po, ushtrues detyre. Cilat janë tash përveç organizimit të zgjedhjeve, do të jeni sërish kandidat për ta udhëheq AKR-n me mandat të plotë dhe me votat e Këshillit Drejtues? Dëgjoj, aty do të shiqojmë, po unë jam për me partinë më javlon një gjeneratës 3, e cila edhe na që jemi me përvojmë me ndajt mrapa, me pas një logjistika ta nevojshme, për me realizue programet që Begjet Pacolli me ekspert që i ka pas, i ka qitë në letër. Ne në çdo zgjedhje kena pas programin më të mirë. Tash çdo kush i lido program, po unë kam fakte, na kem fakte. Bile shpesh na i kanë bo plagjatur, mos thon vjedhje, pjesë të programit ton disa parti. Po tash fatkeqësisht që tash zgjedhjet e fundit nuk u këshir programi hiç. Nuk i di cila parti ka pas tamam program të mirë fillt, po ma shumë ju dhonë votat në kush pe kritikon kanë ma shumë. Ju bëllon që s'po votohet në bazë programeve? Unë nuk pe shoh që ke votohet në bazë programeve. Ne e kem programin kur kemi hyrë në zgjedhjet para 4 vite, edhe kem programin 2001-2005, është një libër, ku janë gjitha të sekuna me kapituj të posaçëm, të janë nisë prej zhvillimit ekonomik, se nuk do të ketë perspektivë shtetin nëse nuk ka zhvillim ekonomik. E për këtë lami, sidomos Begjet Pacolli nifet që si një ndërmarrës edhe një biznesmen me përmasa botnore, edhe është gjëna për një shtet i cili ka një personalitet të tillë që nuk e angazhon, sidomos në ekonomi edhe në politikën e jashtme.
ku ai veç ka dhënë rezultate. Prandaj në program në gjithmonë kena para pa targete kena pas zhvillimin ekonomik vjetor dyshifror. Vetëm zhvillimi ekonomik dyshifror mundson hapjen e vendeve të punës, zhvillim ekonomik, hapjen e vendeve të punës, edhe me ato është edhe ndalohet ikja e rinisë tonë në perëndim, ju përshini tash si po shkon. Pra edhe krijohen kushtet për me zhvillu edhe shtylla tjera të shtetit, siç është arsimi, shëndetësia, kultura e gjitha. Ne e kemi humb hapin, shumë hapin, sidomos çdo 4 vitet apo 5 vitet e fundit. Tash paraqetohen këta pushtet mbajtësit jo pandemia këta dione, po edhe nga pandemia kënena nuk kanë bë, sidomos në rrafshin ndërkombëtar. Rrafshin ndërkombëtar është puna shumë keq, rretiku i Kosovës kur më ulët s'ka qenë. Po, pikërisht është kritikuar shumë edhe me pezullimin e dialogu strategjik të SBA me Kosovën. Domthonë, në këtë rast kemi masat e Bashkimit Evropian ende të pa larguara. Domthonë, si po e shihni ju, zoti Makulli, këtë pjesë, domthonë, tek çështja e performancës së kësaj qeverie diplomacisë me shtetet partnere. Sidomos me SBA-n, kur dihet po tash unë po e shoh shumë brengos, jo jam shumë i brengosur. Edhe deklarata e djeshme kur e tha zoti Kurti në Shtetet e Bashkuara është shumë brengose. Edhe është shumë brengose kjo që kryeministin ton ende asnjë zyrtar i mirë fill se ka pranuar. Kështu në Amerikën që mund të shkollën aty. Edhe një fotografi mund me bë atje hynë e bëjnë fotografia, nuk ka takim. Por ftesë zyrtare s'ka pas. Po, nga administrata. Po nuk ka takim, edhe ato takime që ka mojt me disa kongresmen apo senator të harrova, i ka mojt në konzulatën tonë, apo në jo atje në zyrtarisht, apo kupton? Kështu që kjo është shumë brengose. Po këtu është faji i narracioneve që ne i kena krijuar mas lufte. Kena kriju disa narracione që na e kemi shiru vendin. Nuk e kemi tregu të vërtetën. Nga jo euforia që unë e kuptoj ato, se unë kam qenë gjatë luftës këtu, krejt. Po na që kemi qenë e din kush sa ka kontribuar. Kuptohet që faktor kryesor jemi na e UÇK-ja krejt. Po mos të shkon mbështetja jashtme, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk di ku do të shmi tash. E na me minuët është dimen, edhe ato kryeministri jonë, apo qeveria jonë është shumë brengose. Prandaj janë ndër rregulla diplomacisë dhe krejt ato gjëra që do të vlerësohen të realizohen. Do të largojmë folklorizmin, glorifikimet, do të mos fluturojmë potesën për tokë. Do të pëson edhe më shumë Kosova në qoftë se vazhdojmë me këtë politikë, themi, të konfrontimit me miq, me aleat, ku sidomos atë amerikan, themi, gjerman, Bashkimi Evropian e tjerë. Po dëgjoj tash unë edhe pesimisti më i madh. Edhe pesimisti më i madh nuk ka menduar që Sovjeti kemi për 17 vjet mas pavarësisë, asaj kemi. Ne nuk do të koordinohemi, thëmë. Adi mas buti, me thonë, nuk do të koordinohemi me ato që, me nunë, unë shpesh, edhe unë që ashtu, është nunë i pavarësisë. Kumara që tojmë na, Amerika është kumara i pavarësisë, që ne ka prej flokët, edhe ne ka lonë emnin. Edhe ajo, tash në qoftë se ne i thojmë, nuk na intereson se SBA që ka bon, a e këthen Sërbin, ka përëndime, ajo nuk është punë e jona, atë du të me thonë që edhe nesë na intereson kur t'hinë dronat, mos me thonë, këfori ka kompetencën, po do t'i me dalë pra, se ti po thusë na intereson, ti po thirësh në këfor, më të arrujt kufirin, edhe kënena, ti nuk po koordinohesh me taj, nuk shkon. Ajo është nonsens. Prandaj, unë mendoj që personalitete, po kthejnë atë presidenti jonë, si Begjet Paculli,
edhe gjajshëm, që kanë një background, një përvojë të madhe diplomatike, që e njohin diplomacinë, se njeriu është produkt i kulturës. Për çdo gjë do të kulturë. Edhe na çdo që po rrimë kënë do të një farë kulture. Tjetër muhabeti joda, tjetër muhabeti këtu, është një farë kulture. Edhe në politikë, në diplomaci është një farë kulture. Ne kemi kuptuar politikën në farë formën thojza që rran, do të me rran me kalu. Jo, nuk është e vërtet. Politika është art me të cilën ne realizojmë një synim tonin. Tash varet është edhe përgjithësi, themi, sepse qytetari u abort përgjithësinë politikanëve të votuarve të tyre që të realizojnë interesat e tyre. Sa po realizohen tash në fakt interesat e qytetarëve. Kjo është interesa, ama jo me nërskoms apo me sa jetë. Sepse që ato interesa, domethënë, të qytetarëve, qytetari u ka abort partive politike në shkurt. Dhe ende nuk kemi institucione. Kjo është e pakuptimt. Besoni ne stati që në horizont po shifet një konstelacion i ri geopolitik. është një konstelacion i ri, edhe kur bëhet një luftë në Evropë, jo shumë larg nesh, kur lufton një shtet i më i madh në Evropë, ka që nëse jetë me çato gjeografi është më i madh, 4.000 km2 i ka, edhe ai tash në rrezik, e na që ne suverenitetin është të në rruq NATO, ma mirë me thonë Shëbëhaja, e na tash mos të koordinohemi me qëta që janë të e bo një konstelacion, po thëmë një geopolitik tjetër, që aty mujnë edhe me pësu dikush, dhe mund një rrështim. Atëhere, është pa përgjësi e madhët në politikanëve. Ne do të lujmë, lojnë, po thëmë kështu politike, diplomatike, që gjithmonë me shku në krahin e fitusit. Shtetet e vogla, kur nuk kanë mujtë me rujt lirinë, ose me fitu lirinë pandimen e miqve të majtë. Ajo është, ne fatkeqësisht i kemi do atavizma dodave tona, që pushken e kemë gjithmonë. Bile edhe në përroda tona ka qenë pushka, nuk ka pas libra të e frekt. Fatkeqësisht sot me qëto todave, kur ju e shini në Facebook e në për rrjetet sociale, ka plot komentues që kanë alamet diploma, që e qetë forcën për para. Për para e qetë forcën. Jo, nuk mundet. Amerika është fuqia me madhe dhe edhe ka helshon pe edhe i kryin punë me diplomaci, jo me forcë, lemona. Prandaj kjo është që ne është mendimi jonë, është mendimi im personal, tash me thomë, nuk i kemi në kryet shtetit njerëzit adekuat për momentin. Edhe vetë fakti që partit politike, edhe opozita ka frikë me marë pushtetin, po më me kriju qeverin, se kanë premtue shumë në marrëveshje, ndo marrëveshjet Brukselit e Torit, të cilat i ka bo zoti Kurti. Po, Kurti, bile ato i në bo 2015 në hashime ky Isa Mustafa Qeverin, po kjo është diçka edhe më e rëndë, se kjo jep një autonomi asaj pjesës të veriut, çka dorën zemër është diçka është e përfshirë edhe në plan të ahtisarit. Po fatkeqësisht unë po fregona që edhe ata që po na mbrojnë prej qeverisë tonë që po shkojnë për bisedimin, nuk e kanë sqaruar bashkë mirë planin artisar me cilin u është kriju ky shtet. Janë do obligime aty. Po kalojnë fill në për do vota me marrë pushtetin, se këta qysh po veprojnë, e kanë me rëndësi qysh me marrë pushtetin. Me kriju që po dhe një Republikën e Tretë, këta dhe jonë ato gjona, tuti që na jemi një fuqi. Bele, ka i herë flasin udhëheqat tonë, sikur me pasat qontën e zezë që i kanë fuqit e mëdha me veti këta. Me ato veç me susta dhe me shkatru botën. Flasin prej pozicionit forcës, që nuk kanë rregull. Po, kemi 8 muaj pa institucione. Kush është fajtori këtë në këtë rast që Kosova është ende pa kuvend funksional, pa qeveri, fuqi plote, është veç detyrë që 8 muaj Shtetet e Bashkimit Evropian, Këshillit e Kuintit refuzojnë të atakojnë krerët e qeverisë, ministrit në objekte, sepse i quajnë jo legjitim, themi,
Kështu edhe kemi shumë marrëveshje ndërkombëtare të paratifikuara në konvent për shkak të mungesës së konventit ishim. Qysh po e sheh zoti Makulli këto? Kush ka faj edhe si duhet diret nga ky ngërç? Pa çdo gjë, për marrë një shembull ndoshta edhe banal, shprehin temë që unë më i vjetri. Sigurisht që përgjithësinë çka ndodh aty, unë përgjithësinë e kam kryesor. Pastaj gruaja jeme e fëmijët më pak. Përgjithësinë kryesore ka më i madh, ai që ka fituar më shumë të vota. Edhe ai i cili e krijoi një atmosferë shumë të rëndë, sidomos me atë fjalimin, ne për çdo të bëjmë që me ato kritike, me ato nënçmime, si me thonë, po kur i quajtja dhe hajvane ku ta diune. Krijon një atmosferë si duket me qëllim e ka krijuar, si duket se nuk është i padijshme, po kupton? Se njeriu për të mos bashkëpunuar thoni? Po mos bashkëpunuar, se nuk mujti me fitu ato 500.000 vota që me bo vetë qeverin. Po vetë peshte edhe mandatin e kaluar. Do të thonë pse u dashin edhe 500.000 tjera, do të thonë që po ndëgjoj ai sigurisht mandati kaluar ishte 50.02%. Po e vërtet, po është puna ky njeri ka marrë obligime ndërkombëtare. Atje është shumë but flet, se jo ndëgjonat nuk mund është me thonë atje bash se është kjo plani e sarit e këto tjerat që s'ki qarit i dosë gjana pa i mirë, po aty është dash me luftu për ato gjana, atë si me thonë regullimat, po atë statut që do ta ketë pjesa veriore, se është një statut ka qenë në qarkullim, ato e kene përpunu edhe na si parti, ato është dash me konë sa ma i but, sa ma mu inkorporu në mos përkriju atje si me thonë, njësie tretë, si me thonë, mos me dalë jashta kornizave të kushtetuese, po me këqen të amon e mbikëshyren nga kjo ligjet kosovare këtë adjone, me konë mrenda të amon me gjitha kompetenca me pas Kosovën gjitha lëmit, e aty ky është një ndopik, aty pika 7, atë gjithë më kujtohet, e qëlla prej saj mund të delë dhe një autonomi substanciale për ta. Letë mund të delë, që ose ne veprojmë kështu. Që ose ne e mojmë situatën që kemi mojtë në veri, veç për nevojat elektorale, atëherë mund letë nesër më në dalë atje një diçka që me pastaj më të vërtet problem, se ne rejtingun në rrafshin ndërkombëtar në u ka ullë. Nuk e kema atë rejting që e kena pas. Edhe tash kur t'ullin në bised për me artë e marrëveshja gjithë përfshirë, se shumë kjo do më thonë shumë. Po, megjithatë, po a lutoni që as zoti Kurti nuk është duke dashur vetë që ta marrë pushtetin? Për shkak të këtyre marrëveshjeve që do t'i bëj? Ka shumë të vërtet ka. Shumë të vërtet ka që është se ato marrëveshje kur të merret diçka ndërkombëtare, ato është shtetet e mëdha duhet merr jo se na. Se na duhet me qenë të vendishëm se pa e bo që marrëveshje gjithë përfshirë, se ne nuk mujnë më pranuar në Kombët Bashkuar, këto 5 vendet e BE-s nuk ta pranojnë. Jo ndëgjona ne ende se kena rrumullaksuar tamam shtetësinë tonë. Prandaj këtu duhet me luftuar me anë diplomacisë, jo me fjalë të mitingjeve apo me ato premtimeve që i kemi thonë, po kupton nëpër ajde e kuptoj për shembull po do vota ti jap do premtime, po de facto ti kur shkojsh atje, kjo deklarata ka qenë skandaloze dje që ka dhënë atje, shumë deklarata tjera. Në farë formë më thotë që bëni çka doni, por unë si e ke dorë, domethënë vje keq. Po kush është ai shtet që thotë sot fuqive të mëdha bëni çka doni? Kush është ai shtet? Po ky e imjeton Nolin. Noli ka bëu çto? Noli kur ka shkuar në Kombët Bashkuar 24-ën. Se ka rëzuat qeveri legjitime, edhe kur ka hyrë aty është të këshalut me gjetë e shef felimin e tina. Shumë identik me këto, se kjo e imbiton Nolin. Edhe ai ka kritiku fuqitë e mëdha, Noli, 1 milion shqiptarëve, hande pa e konsultu që është, i ka kritiku sa e kanë shuë, ambasadorët e fuqive të mëdha kanë shuë takimin, e thënë marrë vesh me këthyë atë qeveri legjitime.
kjo është e vërteta, ne kemi shkruar historinë, ne kemi këngë me Qtelia që ka folë që ka sulmuar fuqitë e mëdha. Po, prandaj edhe zoti shumë pak ajo që i noli. Po, ajo ka qenë bolshevike ka qenë. Po, po du me thonë që po përsëritet historia, dhe shtë me morë shemë që po përsëritet historia, se ne kena mësu historinë në mrapsht. Po pëse do të përsëritet një histori nëse nuk është e mirë për shtetare, shtetare, për mësu që ashtu, po në për libra halo kemë... Sepse sot është një politikë tjetër, një rand i ri botëror, po halon zhvillimet e tjera. Po na halon librat e historisë, halon e madhnojmë qatë qeveri bolshevike. Po halon nuk ka dalë dikush me i bo revidimet, me i shkru të amon historinë e vërtetë. E kjo ka ndikuar, janë indoktrinuar shumë njerëz, për shembull, edhe tash ti kur e ngon ti atje kongë edhe ti merr adrenalina të hip ty këtu ngu kongë me Qtelia, qysh ky e boni horat ambasador qysh këto, sikur është një mos ja përmendin, ishte një gjykatës kushtetuese kur i tha këtij gjermanit, ambasadorit gjerman, go home. E i thot, ai go home, ambasadorit gjerman, pikërisht gjermanët janë ata që kanë lobue për marrë kurtin për shtet, i kanë ndihmuar. Pikërisht gjermanët. Ashtë shumë. Pikërisht me që e përmendet gjykatët kushtetuese, nesër është afati i fundit që ka dhënë gjykata kushtetuese për kuvendin, çfarë vendimi presni nga gjykata kushtetuese dhe a mendoni që do të jetë një vendim që do ta zgjidhë këtë ngërç dhe më në fund do të kemi institucione të plota, do të ketë një sistem të plot të kuvendit edhe me nënkryetar të komuniteteve e pastaj që të filloj të rrjedh ai afati ligjor kushtetues për formimin e qeverisë? Sipas deklaratave që i jepin ata bashkëpunëtorë të afërt të Kurtit, që kjo kusari Lila më duket frikat. Kush ta ndoshta s'është tha sido që tjetë tha nëse gjykata kushtetuese nuk e pranon atë mendimin e tyre, tha ne do shkojmë zgjedhje. Domethënë këta po bojnë presion. Gjykata de facto kushtetuesa do të më marrë si libër i shenjtë për shtet. Edhe ai do të më respektuar, pa marrë parasysh kush është. Pikërisht Begjet Pacolli që po kthena prap, është vlerësuar mas si që është zgjedhur, vlerësuar që i ka votuar dikush atje, ka qenë një farë, edhe nuk ka qenë e obliguar ky me dhënë ndërheqje. Po gjykata ka vlerësuar që është bë një pse dia vota atina, që ky nuk procedurat e kuvendit kanë qenë shkelje kushtetuese. Në zgjedhjen e tij si president. Po nuk ka qenë shkelje e rënë. Ka mujt mos me dhënë ndërheqje. S'ka qenë shkelje e rënë edhe ka qenë shkelje e kuvendit. E kuvendit rënë e lehtë të ke vunit është shkelje kushtetuese, por ky nuk është, si person ky nuk e ka shkelje. Nuk e ka qenë, edhe ky si person veç që ka qenë pjesë e asaj shkelje, ky ka ndërheqje. Domthonë çet respektit. Kësi njerëz do të më qenë edhe këta. Si ta jep gjykata kushtetuese, ne dikun do të mu lidhë. Thoni që pra mund t'i bëjnë obstruksione këtij vendimi që mund ta publikoj ta zëm nesër kushtetuesja? Deri tash që kanë punu këta për pozitën po flas, se opozita nuk bën obstruksione, deri tash edhe isharetet, shajet që i kanë dhënë këta, që po japin çdo ditë, e që i kanë do satelit në për mjetet informimit e këtu në për rrjetet sociale, që po lobojnë edhe po shkruajnë anti-gjykatës kushtetuese, po bojnë një farë presioni mediatik, këta nuk do ta pranojnë. Meqenëse se është shumë, aty është shumë e qartë. Aty shumë mirë për të thotë ato të pakicave, këta zavansat e pakicave zgjedhin paket. Këta e ndajten ato. Shumë e ndajten për shkak tash me shit këta patriotizëm, me thonë na nuk e dashnim listën serbe. Po lista serbe, pse ti nuk e po kur nëse ki fakte, ti bone ato largoje me fok. Jo, ai kur të pranon këtë zë, kur ka hyrë zgjedhje, ti tash shet men, ti vetë ka ikon për shtet, e ke pas shumicën. Me bo antiligjore, me largu për shembull, po prastaj është presioni ndërkombëtarëve, është prandaj krejt kjo shkon nga ajo lidhet me atë folklorizmin, ato që këta po ikin formimit të qeverisë. Po ikin formimit të qeverisë. Po me qëllim. Po me qëllim. Për shkak të atyre që i përmendet edhe më herët. Zoti Makolli, kam i çështje të fundit për të diskutuar në zgjedhje komunale ju kësaj radhe jeni fut me një koalicion me LDP. Si po shkon fushata edhe si presni të dilni në zgjedhjen e Dumës Tetorit. Po dorën zemër
Presidenti Pacolli pa të bëni marrëveshje me LDK-n, me qenë se në gjeneza e jonë e antarësisë është pak bukur e lidhë me LDK-n, edhe jemi aty 5 kandidat nga Karreja, po presim rezultatet mira, jem të bëni fushatet ashtë të këshyrëm, prapë po thamë është mirë, edhe këtu në gjede lokale është mirë, me i votu njerëzit cilët e kanë një përvojnë, kanë një njohuni, i njohin qytetin, njohin, si me thonë, luftojnë për të nevojat që ati pjesë qytetit cilët e përfaqësojnë. Mos me këshyrë familjarizëm, shoqënia të gjana, se pra po thome këshyrë programin, kush çka jep, si në të ardhmet si në zhvillimin e qytetit. Shamu është ky përparimi cili ka një vizion, është një personalitet me kulturë tamam përëndimore, se njeri është produkti kulturës. Kulturën e merë mesin ku je, e pej shpisë dhe mesin. Fatikisht ky e ka plotësuat kulturë edhe të këtu të Kosovës, sa ku rrit edhe me kulturën përëndimore, cila është par excellence për momentin botë, që kjo është kultura cila sot çdo kush dëshiron të jetë pjesë asaj kulture, edhe i ka vizionit e vete për një zhvillim, se tash nuk bëhet fjalë vetëm për do asfalta, do për një zhvillim të mirë fill qytetit, se qyteti po bëhet një metropol, edhe sigurisht që mbrana natën nuk zgjidhen problemet, lyp investime, pastaj ju peshin edhe këtu çfarë problemi është që ose nuk është përfaqësuesi i qeverisë, antari asaj partie që e ka qeverinë me herë blokad. Domethënë për interesat veta e bën blokad, e tash në atë blokad pësojnë 200.000 banorë të Prishtinës, pra edhe 1 milion akusaj ka Kosova që vinë Prishtinë. Pësojnë shkaku i që aty në jo një rrugar, jo që në Prishtinë qëtu edhe ju më rritë e di që ka shku situata dhe kam qenë në asamblejës 2017-2021. Atëherë do është rruga A edhe do të gjënë rruga tjera që si kur t'ish punu, atëherë sot nuk do të kishme këtë të lovi që kemi në komunikacion. Po atëherë është neglizhuar, pastaj që sot tash në gjatë mandatit të përparimit janë ato bllokadat që ju kanë bo, ato janë de facto ekzistojnë, e tash të votohet një njeri i qasaj partije që ka bllokuar, vetë personalisht ka bllokuar, nuk për shëtë arsysh, po për shëtë qysh që jo të mirë, më thonë drejtë. Po, Zdi Magulli, sigurisht për çështjet të zgjedhjeve do të lasim një ditë tjetër më gjerësisht, sepse megjithëse keni shumë për të thënë edhe për të treguar në këtë fushat që jemi, që kanë mbetë edhe më pak se 2 javë tashmë deri në 12 tetor. Faleminderit shumë që ishe në Infodesat. Faleminderit si për jush.